Qeveria ka vendosur të mbrojë guvernatorin e Bankës së Shqipërisë nga arrestimi e t'i japë imunitet. Në projekt ligjin e publikuar për konsultim në eni 72 jep mbrojtje guvernatorit dhe zvendës guvernatorit të njëjtë me ato që kushtetuta u jep deputetëve dhe ministrave. Sipas këtij parashikimi ligjor, guvernatori nuk mund të arrestohet e nuk mund t'i kontrollohet banesa pa marrë më parë leje nga gjykata kushtetuese. Guvernatori dhe zëvendës guvernatorët nuk mund të arrestohen ose të privohen nga liria në ndonjë formë, as të nënshtrohen kontrollit personal apo të banesës, pa autorizimin e gjykatës kushtetuese, përveç rasteve kur kape në flagrancë ose ndërsa janë ndjekje menjëherë pas kryerjes së një krimi. Sipas këtyre ndryshimeve, gjykata kushtetuese duhet shprehet brenda 2 javëve ose në të kundërt, kërkesa për autorizim konsiderohet e refuzuar. Ajo që bie në sy është se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë jep mbrojtje nga arrestimi vetëm deputetëve e ministrave. E neni 161 për Bankën e Shqipërisë nuk parashikon imunitet për guvernatorin. Gjithashtu nuk ka asnjë parashikim ligjor që gjykata kushtetuese të shërbejë si institucioni që jep autorizim për arrestimin ose jo të dikujt. Në 2 dekadat e fundit ka pasur një rast kur guvernatori i Bankës së Shqipërisë është arrestuar në zyrë. Në shtatorin e vitit 2014, guvernatori i përgjithshëm i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani u arrestua me akuzën e shpërdorimit të detyrës pas skandalit të vjedhjes së rreth $7 milion prej një nga punojësve të bankës. Por ish guvernatori Fullani u shpalli pafajshëm me vendim të formës së prerë nga gjykata.